Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nxitur një vizitë zyrtare në Francë, ku është pritur në pallatin Élysée nga presidenti francez Emmanuel Macron. Vizita zhvillohet në kuadër të dialogut të nivelit të lartë mes dy vendeve dhe synon forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik ndërmjet Shqipërisë dhe Francës. Takimi vjen në një moment të rëndësishëm për marrëdhënie dypalëshe, teksa të dyja vendet po intensifikojnë bashkëpunimin në fusha politike, ekonomike dhe të sigurisë. Një nga temat kryesore të diskutimeve lidhet me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe qasjen e re Bashkimit Evropian ndaj vendeve aspirante. Në këtë drejtim, Shqipëria ka mbështetur vazhdimisht për shpejtimin e reformave dhe avancimin e procesit të anëtarësimit, ndërsa Franca mbetet një nga partnerët më të rëndësishëm në këtë rrugtim. Gjithashtu, në agjendën e takimit përfshihen edhe zhvillimet e fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe koordinimi për çështjet e sigurisë euroatlantike në prag të samitit të ardhshëm të NATO-s. Takimi në Paris është vazhdim i kontakteve të shpeshta mes dy liderëve gjatë viteve të fundit. Rama dhe Macron janë takuar në disa raste si në Francë ashtu edhe në Shqipëri, ndërsa komunikimi mes tyre ka vijua rregullisht edhe në kuadër të forumeve ndërkombëtare dhe takimeve shumëpalëshe. Autoritetet shqiptare konsiderojnë Francën një partner kyç në mbështetjen e perspektivës europiane të Ballkanit Perëndimor, duke vlerësuar rolin aktiv të presidentit Macron, promovimin e një angazhimi më të madh të Bashkimit Evropian ndaj rajonit. Vizita pritet të shërbejë për riafirmimin e vullnetit të përbashkët politik në thedhimin e bashkëpunimit strategjik mes Tiranës dhe Parisit, si dhe për avancimin e mëtejshëm të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë.